Të nderuar shikues të televizionit Koha, mirë se po takohemi, jam me Vlodin Imeri dhe në minutat në vazhdim do të jeni me mua dhe bashkë me Bekim Fazliun në intervistën e parë për televizionin Koha. Zoti Fazliu, përshëndetje dhe mirë se po takohemi dhe faleminderit që pranuat ftesën. Faleminderit për jush, kënaqësi të jem mysafiri i televizionit Koha dhe emisionit tuaj. A vazhdon mbështetja e lëvizjes Arbëria për Vlenin dhe qeverinë? Po sigurisht, ne kemi një marrëveshje me Vlenin, vazhdon bashkëpunimi me Vlenin. Ne kemi përkrah Vlenin për ta sjellë ndryshimin politik tek shqiptarët, për shkak se kishim një 20 vjeçar të monizmit politik, ku vetëm një strukturë politike ishte në pushtet. Dhe arsyeja kryesore pse kemi përkrah Vlenin është për ta sjellë ndryshimin politik në qeverisje tek shqiptarët. Vazhdon bashkëpunimi me Vlenin dhe besoj se do të vazhdoj edhe në të ardhmen. Duke pasur parasysh se në vigjilje ose shumë afër është rikonstruimi i qeverisë dhe shalonit të parë, të dytë dhe të tretë, a mund të presim me që keni bashkëpunim me Vlenin që lëvizja Arbëria të merr ndonjë pozitë pas rikonstruimit? Po e thash, ne e para lëvizja Arbëria nuk është formuar për të negociuar kultuç, post. Ne nuk i përkasim atij mentalitetit që sa ministri na takojnë neve, sa drejtori na takojnë neve. Dhe që në fillim, përkraja për Vlenin ka qenë për ta sjellë ndryshimin politik në qeverisje tek shqiptarët dhe kjo përkraje vazhdon kështu. Postet nuk i shohim si shpërblim politik, po nëse ka nevojë, po si nevojë për të dhënë kontribut për zgjidhje një çështje të caktuar apo një problematik. Nëse ka nevojë që kuadrat të lëvizjes Arbëria të përfaqësohen në ndonjë post për zgjidhje në një problematik, lëvizja Arbëria ka kuadra të shkëlqyer, që besoj se çdo post që mund të ngarkohen mund ta kryejnë dinjitetshëm dhe me shumë profesionalizëm. Zoti Fazliu, apo rritet fuqia politike e shqiptarëve në qeveri? Si e vlerësoni fuqinë politike të shqiptarëve dhe apo rritet e njëjta pas rikonstruimit? Varet se si e matin fuqinë politike. Nuk duhet ta matin vetëm me numrin e posteve që e marrin. Fuqia politike duhet marrin me fuqinë për të sjellë vendime në dobi të shqiptarëve, për të sjellë ligje, për të realizuar projekte, për t'i bërë shqiptarët të barabartë me maqedonasit. Sistemi të jetë i drejtë dhe i barabartë për shqiptarët dhe për maqedonasit. Kështu do ta masim fuqinë politike. Nëse e masim vetëm me poste, ne në 20 vjeçarin e kaluar të BDI-s kemi pasur shumë poste. Ti ke pas ministër punëve të jashtme, shqiptar, që nuk mund ta largoshin për Serbie, vetëm Serbi i bën të vizitat. Ke pas ministër të mbrojtjes shqiptar, që takoi me atë vojska Serbie, generalin e akuzuar për krime lufte, Diković. Ke pas 5 ministra shqiptar të BDI-s, të drejtësisë, që nuk arritën ta zgjidhin një çështje të provimit të jurisprudencës që t'jepet në gjuhën shqipe. Tash ne duhet të krenohemi me këta poste, apo duhet të turprohemi? Në ish Jugosllavi ke pas kryetar federatës, Sinan Hasani, apo edhe tash ke pas kryeministër, Talat Xhaferin, po rrugët mbajnë emra slaf të qyteteve me shumicë shqiptare. Domethënë ishin shumë pa aftë për ta zgjedhur edhe këtë problematik. Ne nuk duhet t'i masim fuqinë në bazë të posteve. Ma mirë një ligj se sa një post për një tutkun politik. Ma mirë një ligj se sa një post për një korruptokrat e një hajn që nuk bën asgjë për shqiptarë. Vleni, me rikonstruimin e tanishëm, po tregon fuqi politike, sepse arriti t'i largon nga qeveria 2 ministresat kryesor që bënin problemet etnike me shqiptarët për të përfituar pikë të ulta politike. E kjo meriton një lëvdat për Vlenin, sepse arriti këto 2 ministra t'i largon nga qeveria dhe aty ku krijuan problematika ta merr përgjegjësinë vetë si Vlen që t'i zgjidhë këto probleme, siç është çështja me provimin e jurisprudencës dhe ajo ministria ku deri sot është Stelković.
Zoti Fazliu i përmendet në përgjigjen tuaj pak më lart emrat e rrugëve. Si e komentoni protestën e Bashkimit Demokratik për Integrim të realizuar në Tetov para disa ditësh, pikërisht për çështjen e emrave? Dhe protesta është mjet demokratik. Qytetarët është kauze drejt emrat e rrugëve. Duhet të protestojnë qytetarët, por jo BDI. Për shkak se ata janë fajtorët kryesorë të kësaj gjendje, që sot e këtë ditë në emrat i kemi qytetet me shumicë shqiptare, zonat urbane me shumicë shqiptare, i kanë emrat e rrugëve dërmuese me emrat personaliteteve slaf. Kjo është BDI-ja që ka votuar këtë gjykatë kushtetuese. Kjo është BDI-ja që ka sjell ligj fatkeqësisht, që e bën të vështirë ndryshimin e emrave në gjuhën shqipe. Kjo është BDI-ja që nuk ishte afër 20 vjet të siguron 1% për emrat e rrugëve, e institucioneve tjera. A nuk është turp Kirill Peçinović të mban emrin e gjimnazit të Tetovës? A nuk është turp pas 20 viteve të kemi ende emrat e rrugëve me personalitete slave të trashëgimisë komuniste jugoslave? Çka kanë bën 20 vjet në qeveri? Çfarë i kanë shërbëj ato postë? Këtë detyrë e kanë pasur. E kanë pasur obligim të kryejnë këto punë. Do të thonë, ne kemi trashëgimi jugoslave me emrat e rrugëve slav. BDI-ja, në vend që ta përmirëson këtë padrejtësi, në vitin 2004 sjell ligj për emërtimin e rrugëve, ku imponohet badenteri Dhe kryqëllime që në për qytetet ku shumica janë shqiptare. Do të thonë, ta bllokojnë këshilltarët Maqedonias. Filtri i parë. Nëse kalohet këtu, shkohet edhe te pëlqimi i qeverisë. Fillimisht u desh të korrigjohet padrejtësia dhe pastaj të vendon edhe ka mekanizma të tjerë mbrojtës, që nuk u ka shkuar ndërmend ta bëjnë. Dhe sot është e tushme për tyre që dalin protestojnë. Adresa e duhur për protesta është selia e BDI-s dhe gjykata kushtetuese, që asesi nuk e të kalon veten nga mentaliteti së kaluarës, mentaliteti jugoslav. Zoti Fazliu, kush ju mban mend e din mirë se keni qenë një ndër deputetët më të zëshëm në Kuvendin e Maqedonisë dhe thatë se do të vazhdoni ta mbështesni Blenin, çfarë mund të presim në rast të zgjedhjeve të ardhshme? A do të jetë Arbëria dhe Begin Fazliu pjesë e listës për deputet? Para lëvizja Arbëria edhe për lista, domethënë, nuk do të bazohemi në çështje të ambicieve personale. Po do të shohim ajo do të bëjmë një vendim përbashkët për të zgjedhur kush do të na përfaqëson ne në parlament, dhe kjo do duhet ta shohim edhe qytetarët ka e votojnë dhe kë duan ato preferencë. Do të ishte gjë e bukur për që një përfaqësues të Arbërisë t'i kemi në Parlamentin e Republikës Maqedonisë, do të ishte vlerë e shtuar edhe Blenit, po do të ishte edhe për shqiptarët një zë i fuqishëm, një artikulues i kërkesave dhe mbrojtësi shqiptare në Kuvendin e Republikës Maqedonisë. Pyetja e fundit, zoti Fazliu, folëm pak më lart në pyetjen paraprake për komunat. Si e komentoni faktin se në disa komuna shqiptare, në shumicën prej komunave shqiptare, flitet ende për kanalizime? Dhe si e komentoni faktin ose shembull konkret këtu e kemi komunën e Kërçovës, për të cilën disa ditë më parë foli euroambasadori ku tha se janë marrë mjetet dhe nuk ka kanalizim në Zajaz. Kanalizimi i Zajazit është simbolika e më e fuqishme që për BDI-n, për qeverisjen e BDI-s në 20 vjeçarin e kaluar. Domethënë, në letra janë të përfunduara projektet, në raport të realizuara, ndërsa në terren nuk i gjejnë askund. Kjo është metafora më e rëndësishme që e shpjegon politikën e 20 vjeçarit të kaluar të BDI-s. Domethënë, vetëm ka premtuar propagandë dhe asgjë nuk kanë realizuar. Nuk është vetëm kanalizim. Një kohë ende nuk kemi ujë për pije. Dhe unë e mbaj mend deklaratët e eksponentëve të BDI-s, thëshin që qesharakët, domethënë, lujnë me shqiptarët. Duhet 4 sezona ta shohim si do reagon uji, shkuan 4 herë 4 sezona uji nuk ka Likov, jo vetëm Likov, gjitha vendbanimet shqiptare sot e këtë ditë ballafaqohen me probleme elementare të jetës, nuk kanë ujë për pije, Saraj, Kotova, gati se gjitha vendbanimet, rrugët i kemi për askund. Një kanal të Haraçinës dekada u deshte
nuk përfundohet si duhet. Kanali Hasan Bek. Këto janë aktakuza, këta projekte të parealizuara është aktakuza morale, politike, historike e BDI-s për 20 vjeçarin e kaluar. Vettingu politik që kanë qef ta përmendim është ky. Mos realizimi i projekteve, vjedhja e parave për këto projekte. Ndërsa në anën tjetër, shqiptarët i kanë lënë pa kushte elementare për jetesë, ndërsa funksionarët, familjarët e funksionarëve, fëmijët e funksionarëve jetojnë në luks, me makina qindra mijë, në shtëpia e kështu me radhë. Edhe ky subjekt politik të del të proteston, dhe shqiptarët ta përkrajnë është gabim i madh. Kur nuk duhet lejon të kthehet në skenë ky subjekt politik. Për shkak se nuk ka realizuar asnjë gjë për shqiptarët. Ai kishin gjitha mundësitë për ta quajtur dhe për ta avancuar çështjen shqiptare. Faleminderit, zoti Fazliu, ishte kjo pyetja e fundit të nderuar shikues të televizionit Koha. Ishte kjo intervista me Bekim Fazliun, ju vazhdoni ta ndjeqni televizionin Koha.